Pas një angazhimi dhe intensifikimit të punimeve të kompanisë Renelual Tahiri dhe asaj Krasniqi, si dhe angazhimit maksimal të stafit të drejtorisë së shërbimeve publike, sot ka filluar shtrimi asfaltit në këtë rreth rrotullim, e ku kishin dalur edhe kryetari Shaqir Totaj, drejtori Qile Lamaj dhe drejtor të ekzekutivit, për të parë punime dhe për të japur kurajo që këto punime tashmë po kryhen sa më parë. Kryetari Totaj me këtë rast ka uruar drejtorinë si dhe kompaninë punë kryese dhe tha se në këtë i kemi pasur edhe si premtim elektoral, por dua të them se së shpejti këtu në afërsi do të fillojnë punimet edhe për parkingun nën toksor. Po shikoni, ky lokacion ka qenë një pikë orientuese edhe në fushatën elektorale në vitin 2021, duke filluar më së pari nga largimi i objektit, i cili ka qenë një pengesë për zhvillimin e këtij lokacioni. Pastaj pas largimit të objektit ka qenë hap i ardhshëm rregullimi i hapësinave, edhe ja siç po shihet sot edhe kemi filluar me asfaltimin e kësaj pjese, duke ju falenderuar punës së drejtorit DSHP-s dhe stafit të tij. Çdo gjë po shkon në rregull. Hapi i ardhshëm do të jetë vazhdimi me planifikimin dhe projektimin e parkingut nën toksor, që do të bëhet këtu te afër shtëpisë së bardh, sepse këtu nuk do të ndërtohet qendër tregtare siç pretendojnë disa, mirë po do të jetë një galeri e arteve, do të jetë një hapësinë e gjelbërt e kështu me radhë, mirë po definitivisht do të lehtësohet dukshëm lëvizja automjeteve, makinave në këtë pjesë të qytetit, edhe natyrisht ky është vetëm një hap në procesin e vazhdimit të rregullimit të trafikut në qytetin e Prizrenit, po them me një punë të palosme të drejtorit dhe të stafit të DSHP-s. Drejtori Qile Lamaj tha se fal angazhimit të stafit tonë po kështu edhe kompanive që po punojnë siç po shihet, dhe sot kemi pasur probleme të mëdha pas gjetjeve të kabllove elektrike nën tokë dhe po kështu disa probleme në ujësjellës. Mund të them se këtu brenda pak ditëve do të funksionalizojmë këtë pjesë të qytetit me të gjithë infrastrukturën moderne, tha ai. Normalisht është një prej projekteve në vazhdimësitë të cilat i ka Drejtoria e Shërbimeve Publike. Kjo ka qenë edhe premtimi kryetarit Totaj, si e tha, funksionalizimi i komunikacionit me largimin e objektit të lirisë. Na ka hap mundësia ta bëjmë një projekt i cili sot veç ka filluar implementimi i tina. Normalisht se këtu më poshtë kena veç duke zhvilluar projektin tjetër ku ka edhe ujësjellës dhe kanalizim, sidomos edhe këtë rrugën tjetër e cila është këtu sipër, edhe ajo thjesht kjo zonë do të funksionalizohet me një infrastrukturë komplete, ku me këtë rast duhet t'i falenderoj të gjithë operatorët, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe kanë pas një mirëkuptim duke nisur prej kompanisë momentalisht që është Renelual Tahiri, i cili bën asfaltimin e kësaj rruge, pastaj me Hidroregionin, i cili ka kryer një punë të jashtëzakonshme me shumë gypa të dëmtuar të ujësjellësit që ka pas humbjet më dha të ujit këtu, është bën një rrjet i tani kanalizimit me firmën Krasniqi. Normalisht se këtu ka pas punë edhe kompania e cila kena largu 2 kablo 110 kV prej lokacionit ku kanë fillu punimet, na kanë rezultu që duhet të rregullohen edhe të largohen, edhe njëkohësisht edhe ndriçimi publik. Në këtë rrethin këtu mbrapa neve, shumë shpejt gjatë këtij vitit mendojmë që ta vendosim edhe një skulptur, këtë rast ikonën e Prizrenit, i themi kështu vrapuse e Prizrenit. Kështu që do të jetë një hyrje e cila përveç funksionalizimit që e bën të hyrjeve dhe daljeve në këtë rrugë në drejtim të Suarekes, kjo njëkohësisht është edhe një pamje mirë për qytetin e Prizrenit. Së shpejti do të lirohet edhe kjo pjesë e qytetit për të pasur lëvizje më të mirë të komunikacionit.